seksi reale, shumë e bukur e na kënaq maksimum. Duhet me e bërë se s'ban çdo vit. Mrekulli. Pjesa më e bukur e udhëtimit. Ma bukur, muzika mrell, atmosfera, qefi, nuk di me thënë. Mrekulli. Je veshur si në vitet 20-30, si ishte kjo eksperiencë? Shumë e bukur. Si ishte përvoja të udhëtuarit me tren? Për mua ishte hera e parë dhe ishte super. Jam shumë e lumtur që erdha. Vitet 20-30, çfarë do të tërhoqë më shumë në këto? Duhet që të vazhdoj më shumë kjo gjë, nuk duhet ndaloj më fare, thjesht duhet përsëritet më shumë, sa herë çdo vit. A do doni që kjo të shpërndajë në gjithë Shqipërinë apo ndoshta ngjan më bukur të jashtë? Patjetër, jo vetëm në të gjithë Shqipërinë, po në të gjithë Europën dhe mbar botën mbar. Deri kur do të vazhdoj festa? Deri në orën 1 të mëngjesit me sa diun. Duhet të ndaloj fare. Nuk duhet të ndaloj. Faleminderit që Faleminderit ju. Si gjithmonë është i jashtëzakonshëm. Ishin vitet 20-30. 20-30. Njeriu ambientohet dhe aq më tepër kur ke ambient të mirë, njerëz të mirë që i japin rëndësinë e duhur edhe përvoja e udhimit me një tren të tillë. I avasht, por e shijon çdo moment. Po festa do të vazhdojë deri në orën e vonë apo jo? Do vazhdoj deri në mesnatë. Faleminderit. Faleminderit ty.